Më pyeti dikush nga shoqëria ime, duke qenë se un kam një vjerë jo shqiptare, dhe më thanë cili është ndryshimi midis një vjere shqiptare dhe një vjere polake, dhe më erdhi pak përqeshur sepse nuk e di nëse kjo është vjera ime polake amerikane, sepse ka ardhur në Amerikë që 18 vjeç, po zërë se shumicën e jetës ka kaluar këtu në Amerikë, pra është dhe pak e amerikanizuar, por vazhdon domethënë ruan tradita polake etj. Dhe nuk mund të them që polakët janë kështu edhe shqiptarët janë kështu, sepse tek e fundit nuk kam një vjerë shqiptare, nuk i njoh gjithë shqiptarët vjera shqiptare, dhe nuk i njoh gjithë vjerat polake, po megjithatë do them eksperiencën time për vjerën polake. Një gjë që më ka bërë përshtypje, shumë përshtypje, kam 15 vjet martesë. Po si s'më ka thënë një herë që po kjo nuk lihet këtu. Po xhamat nuk pastrojnë kështu, pastrojnë kështu. Po rrobat nuk bëhen kështu, nuk bëhen ashtu. Duhet të bësh këtë, duhet të bësh atë. Më një herë për punët e shtëpisë apo mënyrën se si unë mbaj shtëpinë dhe ka fjetur të shtëpia ime nuk më ka thënë asgjë. Vjera nuk jeton me mua. Pra vjen dhe ikën, ka pas raste që mbasi gjatë vitit mund të fleja 2 herë, 3 herë në vit, por nuk e di nëse kjo është një arsye, sepse shumë njerëz thonë që do jetoshim atë të shikosh. Po për mua nuk ka qenë kjo arsye. E dyta, mbas është vetë karakteri i vjerës time, se flet pak. Dhe duke që sa flet pak, mënyra se si ajo tregon dashurinë është me dhurata. Më mbush me dhurata. Po çdo gjë që nga ka marrë varse floriri, unas floriri, byzylyk floriri nga ajo. Kot, nuk është se ka pas një rast. Do të thonë ndonjëherë dhe me raste, po dhe para raste kot pa lidhje. Nuk e di kanë qenë të sajat, ai ka bler, ushqime sa herë takohemi, domethënë siç bëjmë mama shqiptare për fëmijët e tyre dhe ajo gjithmonë sjell ushqime, dhurata për fëmijët e tjerë me radhë. Pra këtë gjë e ka të përbashkët me mama shqiptare. Një gjë tjetër që nuk mendoj kam dëgjuar deri më sot një histori të tillë, është që unë dhe vjera ime kemi qenë me pushime bashkë për 5 ditë, vetëm unë dhe vjera, pa burra, pa asgjë, pa fëmijë. Kemi ikur në Punta Cana, mi pagoj të gjitha, se në atë kohë domethënë unë isha në punë, më duket pagova thjesht biletën dhe ajo pagoj atë all inclusive në Punta Cana të Dominikës Republikane. Pinim bashk, ikëm në disko bashk, biles ka dalë kjo dhe ku isha me një intervistë me Bjeta Sulle të Top Channel që ata e bën, i duk se çfarë ishte dhe e bën si klip në YouTube që vjera në fillim nuk më donte, po pastaj vajte në disko bashkë pa lidhje. Po më thënë vajtëm disko bashkë, ishte rezor, do më thënë kishte aktivitete, kërceni, do më thënë shumë e qefit, qeflie, do më thënë si shqiptarë në një farë mënyrë, po pa do më thënë që prit çik si po dredh kënusja Belin apo po kërces dhe nuk kishte nga ato kunja që ne shqiptarët i kemi. Kam plot tjera, por nëse jeni të interesuar komentoni part 2 dhe follow dhe mbase bëj një part 2 për vjerat. Jam kurioze, si keni ju marrëdhëniet me vjerat? Dhe shpresoj mos i shikojnë vjerat komente.